Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të flasim për tragjedinë që ndodhi në Koçan ku 59 persona, shumica të rinj, por edhe fëmijë, ndëruan jetë si pasojë e tragjedisë në një diskotekë. Atë që kush e solli këtë tragjedi dhe atë që po ndodh tani, për të analizuar situatën, do të flasim me profesorin universitar, njohuesin mjaft të mirë të çështjeve të sigurisë së politikës, Zotin Bashkim Silmani. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje dhe juve njëkohësisht faleminderime dhe ju dëshiroj suksese për punën tuaj dhe interesin e përhershëm mbar kombëtar. Faleminderit. Profesor, duket se heshtja vret, a është kjo një tragjedi korrupsioni për ta thënë më thjesht? Në shkencat e sigurisë është një çështje thotë e kundërta e sigurisë është pasiguria. Pasiguria tani ka disa forma dhe elemente që njihet ndryshe dhe gjendja e sigurisë. Pra gjendja e sigurisë nuk është statike, por vazhdimisht është e ndryshueshme dhe ajo vazhdimisht duhet të ndërtohet dhe të përforcohet në gjendjen e saj për të mbrojtur të drejtat themelore të njeriu, të drejtat personale, të drejtat e pasurisë, të drejtat e pronës, lëvizjes dhe jetës. Mirë po, fatkeqësisht, shkencat e sigurisë kanë nevojë për ndihmë të shkencave multidisiplinare, që në këtë rast është zinxhiri i lidhur me të cilën duhet të sigurohet siguria. Duke analizuar në aspektin historik, Maqedonia është vend i tragjedive, me të cilën asnjëherë nuk i ka trajtuar drejt rastet të këtilla. Po ti trajtonte rastet të tragjedisë, siç ishte rasti Mostra, rasti modular i spitalit të Tetovës, ku njerëzit në mjekim përfunduan në zjarre, dhe ajo përmbillja po të ishte bërë në aspektin gjithësor i drejtë dhe dënimet të ishin kapitale, sepse çdo dënim ka karakter riedukues për autorin dhe edukues për masën. Në ato momente, atëherë do ta kishim ose nuk do të ndodhte situata siç ndodhi në Koçan. Pra Koçani është vetëm një vazhdimsi e unë ta quaj morgu i krimit të organizuar institucional, që në Maqedoni janë institucionet ata që krijojnë situatat këtilla dhe vazhdimisht i kanë fshehur gjurmët. Ndërsi ka një rregull, thotë nuk ka krim pa gjurmë, por gjurmët gjithmonë i fshehin institucionet pas rrethanave që atyre ju konvenon. Pra në këtë rast pse e themi këtë? Se licenca e dhënies së godinave të trupzuara për të ushtruar veprimtari të ndryshme, detyrimisht jepen disa lloje të licencave që jep pushteti qendror dhe pushteti lokal, duke filluar nga Ministria e Ekonomisë, pozita ku është e trupzuar godina, hapësira e saj, sa është frekuentimi në atë raste, për sa duhet për metre katror për një individ, gjitha këto i parasheh infrastruktura ligjore e sigurisë. E tash, kjo godinë nuk ka asnjë element, pra bie në kundërshtim me elementin, sepse edhe hyrja dalse, edhe dera daljes emergjente, pra nuk është përputhur në aspektin e standardeve të parapara, se po të ishin respektuar këto standarde, atëherë numri i viktimave do të ishte më i ulët dhe viktimat do të ishin më pak, edhe të lënduar do të kishin më pak. Rësie se nuk ka as derë daljeje, as shkallë. Me thonë, kjo është një nga standardet bazë që i jepet ushtrimit të veprimtarisë për të ushtruar një veprimtari të caktuar. E dyta, po ashtu, pse është përgjegjësia policore dhe shtetërore? Rësie se pas ligjit për tubime, organizime, me një hapësirë të caktuar ku ka prej 15 deri 100 persona, organet policore janë të detyruara, por edhe organizatorët e qoftë të një demonstrate, të një ahengu, ose farë organizimi që tjetë, të dirimisht të paraqitet në organet policore, që e njëjta të mbrohet me mehanizmin e kundërzjarjeve dhe të ndihmës së shpejtë. Kjo është paket sigurie në çdo godinë dhe në çdo tubim, qofshin tubimet jashtme apo të brendshme. Dhe fatkeqësia këtu është fasi institucionale, që asnjëra nga këto institucione nuk e ka kryer detyrimin e vet. Shpeshherë thuhet nga të dhënat zyrtare se ka qenë ilegale apo legale.
sido që t'jetë, qoftë ilegale apo ilegale, fatkeqësisht përgjegjësia bie mbi institucionet. Se edhe për ilegale, edhe legale, përgjegjësia janë institucionet. Dhe prandaj urgjentisht, e vetme gjë që duhet bërë këtu, detyrimisht ministrat, përgjegjës, institucionet të cilat janë këtu. E tash, nëse merret etiologjia e kësaj funksionimit të këtyre institucioneve, do të shohim se kush i bashkon dhe kush i ndan. Në aspektin e komunikimit të këtij zinxhiri institucional, duke filluar nga komuna deri te Ministria e Ekonomisë dhe ministrive të tjera, të momenteve që kanë bënë det për së drejti me dhënien e licencave të ndryshme, këto fatkeqësisht i kanë ndarë krimin dhe korrupsion. Do thënë, nga momentet që nuk funksionojnë institucionet, në ato momente vjen individi shpreh. Dhe shprehja do të thotë që korrupsioni është edhe aktiv edhe pasiv. Dhe këto janë dy ngjarje aktive dhe pasive në mosmarrjen e situatave të tilla. Prandaj çmimi i neglizhencës dhe korrupsionit sot u pagua me jetën e 60 personave që fatkeqësisht thjesht donin të rrgëtohesh. Edhe gjitha personat kishin prej një bilet me para, e cila i dërgoi pra një disko e ferrit, pra e paguan me para për gjithë këtë. Por si ka mundësi që aty kishte edhe fëmijë? Pra akoma më rënd. Po pikërisht këtu është edhe ndryshimi i familjes. Fillimisht është përgjegjësia familjare për arsye se të miturit nuk duhet të lejohen edhe me ligjesh para pas orës 20 ditë kështu me radhë, duhet të ketë një kontroll familjar. Mirë, por në këtë rrethana, siç duket, jo vetëm këtu, sepse nuk flas vetëm për këtë rast. Është përgjithësi që disiplina apo regjimi familjar detyrimisht është i brendshëm dhe familjar. Por nga momenti që këto persona dalin në publik, atëherë det për së drejti bie përgjithësia mbi institucionet policore dhe institucionet të tjera dhe bie në kundërshtim. Pikërisht bind teorinë që themi ne, se në atë diskotek ka pas shitje të lëndëve narkotike dhe nuk është përcaktuar kufizimi i hyrjes në objekte nga persona të mitur. Fatkeqësisht edhe kemi të mitur viktima. Pra është problemi se pikërisht bie te organet policore, për arsye se siguria ka ndryshime. Do të për hëngjë se për rastet e tjera, detyrimisht të ketë legitimiteti i personave ose bëhet verifikimi i personave çfarë moshë kanë dhe të njëjtëve duhet të ndalohen. Gjitha shkelet janë institucionale. Unë insistoj gjej dhe një element institucional për pasur një elemente që do të binte se dikush është përkujdesur për siguri. Me thënë, nuk ka asnjë element që ne mund të mbështetemi në atë të sigurisë. Rësie se, përmendëm në fillim, do të bimi që të ketë nga personat caktuar, organet policore dhe organet institucionale janë të detyruara të përcjellin ato me gjithë pakën e kundërzjarreve dhe atë të ndihmës së shpejtë. Pra, profesor, korrupsioni nuk është se ka qenë vetëm po të marrim qeverinë e kaluar, por ka vazhduar edhe në këtë qeveri që pak metra pranë Shkupit, nuk e kam parë këtë kasolle, e cila u kthye në disko, edhe nga 100 veta ndoshta që ishte kapaciteti i saj, vajti në 500-600. Ne përmendëm që në fillim se krimi dhe korrupsioni institucional është në fazën metastazike, dhe kjo fazë metastazike është krijuar mendimën e subjekteve politike që gjithmonë përplasjet apo mbulimin e krimit kanë insistuar që ta bëjnë duke hudhur fajësi njëra tjetrës, po këtu nuk ka hapësirë për hudhjen e fajësisë, për arsye se tani më janë bërë 14 muaj që qeveri është funksionale, por fatkeqësisht ajo nuk ka marrë me këto problemet e sigurisë, por është marrur me çështjen për të goditur shqiptarët dhe për t'u acënuar ato pak të drejta që u asiguron kushtetuta. Dhe prandaj dua të them se po të bëjmë edhe një krahasim me këto raporte, do të shihni që brenda këtyre viteve ishin viktima të autobusit vullgar, mbi 26 viktima, spitali Tetovës 14,
e kështu me radhë, dhe që ndodhi aktualisht nga institucionet shtetërore është dhënë shumë më shumë bujë se sa institucioneve spitalit modular të Tetovës. Me thonë edhe këtu ka një padrejti ndërnacionale që edhe ne shqiptarët gjithu solidarizohen me to, por për rastin e spitalit modular nuk u solidarizu as faktori brendshëm me nesh, por as faktori ndërkombëtar. Dhe kjo në atë çështjen e të shqiptarëve se dhimbjen e në një gjuhë, ndërsa flasin në gjuhë të ndryshme, por dhimbjet e shqiptarëve nuk i ndjej të tjerët si ndjejmë me ne. Dhe prandaj mund të flasim për shqiptarët një emancipim kolektiv shumë i lartë, me të cilën duhet të realizoj edhe nga para Maqedonës. Pra kjo është një tragjedi me të cilën na jep të kuptojmë se krimi dhe korrupsioni institucional me dhënien e licencave, unë ju garantoj që kjo nuk është vetëm me këtë godinë ose me këtë diskotek, por gjitha institucionet, gjitha objektet që janë të ndërtuara në Maqedoni nuk i plotësojnë kushtet e standardet, sepse gjitha licencat që u jepen ose me miq, ose me njohje partijake, ose nëpërmjet paras. Unë ju garantoj, vetëm sallonet e darsmave që janë të ndërtuara në Maqedoni, asnjëra nga këto nuk e kanë sigurinë, dhe ju garantoj që brenda viteve shumë shpejt mund të kemi edhe tragjedi të tjera, për arsye se në çdo institucion ku mlidhen njerëz. Profesor, ju paralajmëruat që edhe sallonet e darsmave janë në të njëjtën gjendje duke paralajmëruar pra tragjedi të tjera. Kjo situatë pra nuk është e izoluar këtu. Po pikërisht kjo është vetëm një nga indikacione të neglizhenca dhe mokujdesi institucional, se çfarë roli dhe funksioni luajnë inspektoratet të ndryshme, ku ka të pësuar me qindra dhe mijëra njerëz, dhe mos ta shohin situatat e këtilla. Nuk kemi vetëm sallonet e darsmave, ju dëshironi kemi shkolla, kemi institucione që nuk i plotësojnë kushtet e kështu me radhë. Me thonë ne në çdo moment, përveç infrastrukturës fizike që ka godina, është edhe çështja e zjarreve, apo mund t'i themi çështjeve kundër zjarreve, që është parapar me ligj detyrimisht çdo godinë, çdo hapësirë. Ju dëshironi mes Shkupit të doq autobusi nuk ishte mekanizëm të sigurisë kundër zjarreve. Me thonë kjo pasiguri është në spitale, është në komunikacion, është në përgodina, është edhe në për institucionet të punës. Prandaj duhet të sqarohemi se kjo është vetëm një zjarr mes një vullkani të madh të krimit të organizuar nacional dhe ndërkombëtar në Maqedoninë e Veriut, që ne gjatë kohë kemi paralajmëruar. E dyta, po ashtu kur bëhet fjalë për sigurinë, është edhe siguria ushqimore. Çdo i ditë person në Maqedoni si shkak i vdekjes janë kanceret. Rësia si siguria ushqimore, të gjitha ushqimet që vinë nga jashtë shumë pak verifikohen dhe konstatohen, me të cilët ja patëm rastin e kthimit të lakrave nga Kroacia, po ashtu dhe vendeve të tjera, gjitha ato shiten me çmime shumë të larta dhe fatkeqësisht shiten edhe në Maqedoninë Perëndimore. Kjo na jep të kuptojmë se kemi të rrezikuar sigurinë ushqimore, sigurinë pronësore, sigurinë personale dhe sigurinë e lëvizjes. Po ashtu në për spitale, do të shohim që gjitha institucionet që duhet kryejnë detyrimet e tyre, pra cilët janë shkaqet që këto institucione nuk i kryejnë detyrimin. Ka institucione që mbi 60 deri 80% kanë borxhe institucionale dhe institucionet nuk mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur, por vetëm funksionojnë me raste të këtilla emergjente, vetëm aty ku ka ndërhyrje që duhet të ndërhinë dhe duhet të veprohet në kohën dhe momentin e duhur. Fatkeqësisht, me thonë, siguria është e rrezikuar në shumë segmente dhe siguria kërcënimi bazë i gjithë këtyre rreziqeve. Maqedonia ka borxhin publik më të lartë në Ballkan dhe shumë pak përqindje, nga 72 deri 3%, nëse vetë vazhdoi edhe pak komplet bankroton sistemi funksional shtetëror. Inflacioni është shumë i lartë dhe këto e mbajnë të fshehur. Këto janë një formulë veprimesh të cilat dalin mbi këta rregulla ligjore dhe konstatohet dëmi individual, pasandaj dëmi kolektiv, po ashtu dhe dëmi publik. Prandaj në Maqedoni janë të rrezikuara jo vetëm shëndetësia,
por edhe siguria. Ati ku nuk ka siguri dhe shëndetësi, dhe thot që dominon krimi dhe korupcioni. Profesor, tek ato që kanë nxjerrë media deri tani, por dhe autoritetet për sa i përket hetimit, shkaku ka qenë fishek zjarret? Po, ato më tepër janë bërë pamjet e para nga rrjetet sociale, edhe është mirë që ka dalë ajo, edhe është provë publike, me të cilën shteti nuk mund të ndryshojë, apo nuk mund të jap kahje tjetër hetimeve. Pa dhe këtu është problemi sepse përdorimi i mjeteve piroteknike është e paraparë me ligjin për sigurinë, dhe ajo duhet të menaxhohet apo të jepet personave të licencuar, të cilët ndjekin kurse për të menaxhuar me fishek zjarret ose veprimet piroteknike. Në këtë rast, edhe këtu kemi shkelje, për arsye se xhixat e para që kanë ndodhur, pikërisht kanë ndodhur nga këto rrethana të cilët plaka është përhapur shumë shpejt, sepse tavani ka qenë jo i betonizuar, por thjesht ka pas elemente shumë të lehtë të djegjes, nga të cilën është bërë përhapja shumë e lartë e zë. Për ati kemi shkelje dhe atë licencë drejt për së drejti e japin organet policore të punëve të mbrëmshme. Do të thonë këtu drejt për së drejti përgjegjësia bie në dinjgjarjet nga Ministria e Punëve të Mbrëmshme. Për arsye se çdo veprimtari që është ilegale duhet të ndërhihet dhe të pengohet e njëjtë. Të nuk mund të lejohet me vite dhe decenje të funksionojnë një ngjarje, dhe të themi se përgjegjës janë qeveria paraprake aktuale e kështu me radhë. Pra thjesht hudhja e fajësisë në ndryshimet e tjera nuk bën nder zbardhjes së rasteve, por përkundrazi frigohem që edhe ky rast mos përfundoj si rastet e tjera të Spitalit Modular të Tetovës, rasti Bullgarisë, autobusit, dëmtimeve e kështu me radhë. Këto ngjarje presin një epilog përfundimtar, me të cilën do të ishte mirë që në këtë rast, po të ishte sinqert drejtësia në Maqedoni dhe Turqia, dhe duheshte të kërkonin hetim apo ndihmë ndërkombëtare, sepse është Turqia e zgjeruar, dhe pse ishin angazhuar 5 prokuror në kthyrjen e vendit të ngjarjes, por megjithatë që nga momenti që nuk është ndaluar kryetari i komunës së Koçanit, që është në partinë e këtyre subjekteve, thjesht na jep indikacione se edhe ky rast mund të përfundoj si Spitali Modular të Tetovës. Prandaj do doja që si tërësi, pse kërkojmë të që faktori ndërkombëtar të jetë i pranishëm, gjitha këto rastet në të kaluar dhe rasti aktual të hetohen në mënyrë neutrale dhe të pavarur nga një faktor ndërkombëtar me të cilën do të vinte në funksion shtetin e së drejtës dhe besimin të rikthehej qytetarëve në institucionet e shtetit. Profesor, dhe i gjë të fundit kam, duke qenë se ju e përmendët pak më lart, por ka pas edhe akuza nga një pjesë të politikanëve në Maqedoni që kjo mos përdoret si ngjarje, pra sepse kanë akuzuar që qeveria po e kthen në akuza me bazë etnike ndaj shqiptarëve të BDI-s në ngjarje. Kreshnik Bekteshi, mos gaboj, ish ministri prej mbrëmjes djeshme, po vazhdon të merret në pyetje. Ju thatë që e gjitha dhe përgjegjësia kryesore bie mbi Ministrinë e Brendshme. Ndërkohë që deri tani kemi parë që ish ministri i ekonomisë pra po merret në pyetje. Mendoni që mund të ketë pra akuza mbi bazë etnike, mund devijohet kjo? Edhe për të mos u zbardhur si ngjarjet e tjera? Mo vjen keq që në këtë rast jo vetëm për zotin Bekteshi, por edhe për drejtorin për shpëtim, zotin Bekim Maksuti, aktualisht është ndaluar edhe nuk e kuptoj se cilat janë rrethanat e ndalimit, për arsye se nëse ajo licencë ka qenë për vitet e kaluara, kur dihet që çdo licencë e ka kohën e fillimit dhe skatimit. Dhe prandaj pse janë këto dy figura në marrur në pyetjes së të ndaluar, akoma nuk kam asnjë informacion të detajuar, por sido që të jetë është një ngjarje shumë e rëndë me të cilën nuk duhet të defokusohet, por duhet përmendas se edhe kjo qeveri nuk del nga mentaliteti përplasës, duke defokusuar pajësinë,
qoftë nëpërmjet subjekteve ose ndaj shqiptarëve, gjithmonë ka gabuar dhe do të gaboj. Dhe kjo është thjesht një qasje se pala maqedonase dhe politika maqedonase asnjëherë nuk ka qenë kujdesshme ndaj shqiptarëve, për arsye se ne kemi burgje që janë me raste të munduara, ku edhe sot e kësaj dite që po flasim ne vojnë dënime, po ashtu kemi kufizimin të çështjeve ekonomike, po ashtu kemi dëbimin e shumë punonjësve shqiptar, po ashtu kemi degradimin në thirrjen dhe avancimeve të tyre, po ashtu kemi prekjen e gjuhës shqipe, po ashtu kemi kufizimet ekonomike. Krejt të janë një sër veprimesh me të cilën situata të këtilla shqiptarët do të reagonin në formë më ndryshme. Mirë, por fatkeqësisht çështja e këtyre raporteve asnjëherë shqiptarët nuk kanë vepruar si maqedonasi dhe si politika maqedonase, por thjesht kanë dëshmuar një vjetërsi, një tolerancë dhe një bashkëpunim me të cilën që besojmë edhe këtë situatë të kalohet në mënyrë të drejtë dhe vetëm një gjykim ose hetim ndërkombëtar do të eliminonte për këto lëshimet ose ndërhyrjet që ju i përmendet që të mos ketë karakter të këtij. Sepse vetë hetuesia, nëse bën përpjekje të kësaj natyre, atëherë do të ishte lashë. Se gjëja e parë që duhet t'japë Ministri i Punëve të Brendshme ndërheqje. Ne aktualisht nuk kemi asnjë ndërheqje, sepse nuk kemi pasur ndërheqje as me rastin modular të spitalit të Tetovës. Dhe krejt të janë një nga një. Nuk ekziston gjendje morale e ndërheqjes, nuk njihet në mencionin. Por gjithmonë e njëjta forcohet duke fajsuar të tjerët. Profesor, të falenderoj shumë për gjithë bisedën edhe analizën tuaj. Edhe urojmë që ngjarjet tilla mos ndodhin më. Ju faleminderit, shpresoj të takohemi në një situatë më të mirë, por me siguri që derisa të marrë epilog gjysor, ne do kemi mundësi që të flasim për të njëjtën temë. Ju faleminderit shumë.